O ju njerëz, premtimi i Allahut është i vërtetë. Andaj mos t'ju mashtroj jeta e kësaj bote dhe mos t'ju mashtroj shejtani. Inna shejtane lakum aduwa fattakhidhuhu aduwa. Vërtet shejtani për ju është armik i hapur, andaj edhe merreni si të tillë. Shejtani përveç se i mashtron pasuesit e tij gjatë jetës së kësaj bote, në ditën e gjykimit ai do të distancohet nga ata të cilët e kanë pasuar atë. Pasi të përfundoj gjykimi, pasi që njerëzit të futen në xhenet, ata të cilët e kanë merituar atë, dhe pasi banorët e xhehenemit të futen në xhehenem, shejtani ju drejtohet atyre të cilët e kanë pasuar atë, duke u thënë: Inna Allaha wa'adakum wa'ada al-haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Thot Allahu u pati premtuar juve me premtimin e vërtet, kurse unë e theva premtimin që u dhash juve. Wa ma kana li alaykum min sultan illa da'awtukum fastajabtum li. Unë ndaj jush nuk kisha ndonjë pushtet, vetëm se u bëra thirrje dhe ju më përgjigjet mua. Fala talumuni wa lumu anfusakum. Andaj mos më çartoni mua, por çartojeni vetveten tuaj. Kjo është biseda të cilën Allahu te baraka wa taala e transmeton në librin e tij. Biseda e cila do të zhvillohet në mes të shejtanit dhe atyre të cilët e kanë pasuar atë. Dhe në këto momente kur njerëzit e shohin se cili pas ka qenë realiteti, e shohin të vërtetën me sytë e tyre, ata në ato momente thojnë: Law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabi sa'ir. Nëse do të ishim për atyre të cilët ndëgjonin, për atyre të cilët i bindeshin Allahut te baraka wa taala, aw na'qilu, aw do të logjikonim, do të mendonim, ma kunna fi ashabi sa'ir, ne sot nuk do të ishim prej banorëve të zjarrit. Pra Allahu te baraka wa taala e përshkruan këtë komunikim mes tyre në mënyrë që kjo të jetë një mësim për neve, për arsye se pendimi i tillë në ditën e gjykimit nuk vlen, nuk është i pranuar tek Allahu te baraka wa taala. Andaj Allahu na e përshkruan këtë bisedë, këtë ngjarje në Kur'an në mënyrë që ne të marrim mësim nga kjo ngjarje dhe të kthehemi Allahu te baraka wa taala. Andaj Allahu e përshkruan këtë ngjarje dhe i përmend dy fjalë të cilat do t'i thojnë njerëzit në atë ditë: Law kunna nasma'u aw na'qilu. Nëse do të ndëgjonim, nëse do të ndëgjonim fjalët e Allahut, nëse do të dëgjonim thirrësit për në rrugën e Allahut dhe do të bindemi dhe tu ishim bindur atyre thirrjeve, nuk do të ishim në gjendjen në të cilën jemi sot. Po ashtu Allahu e përmend edhe logjikën të dy elemente këto përmes të cilave njeriu mund të njohë Zotin e tij në këtë botë. Pra e përmend ndëgjueshmërinë ndaj Allahut te baraka wa taala dhe bindjen ndaj tij, dhe e përmend logjikën, dy elemente këto përmes të cilave njeriu mund të njohë Zotin e tij në këtë botë dhe të pendohet dhe të kthehet tek ai subhanahu wa taala. Vëllezër të nderuar, nga mashtrimet e shejtanit, djallit të mallkuar, është që të krijoj imazhe të shtrembëruara për fenë e Allahut te baraka wa taala, ta paraqes atë si një robëri dhe privim nga lirit e ndryshme, si pengesë për zhvillim dhe përparim e të ngjashme me to. Qëllimi i këtyre mashtrimeve është që ne të largohemi nga feja e Allahut te baraka wa taala dhe mos ta praktikojmë atë ashtu siç Allahu kërkon nga ne. Porse nëse i qasemi asoj arsyes të shëndosh, nëse
i qasemi drejtësisë, nëse i qasemi argumenteve të fejës në mënyrë të drejtë, atëherë e kuptojmë se të gjitha këto thirrje të cilat bëhen, të gjitha këto shantazhe të cilat i bëhen fejës Allahu te bareka ve taala, aja është në të kundërtën nga ajo që pretendojnë njerëzit, në të kundërtën nga ajo që pretendon shejtani i mallkuar, dhe në të kundërtën nga ajo që njerëzit sajojnë për fenë e Allahu te bareke ve taala. Allahu përmes argumenteve të tij, përmes fjalëve të tij, përmes këshillave të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, përmes çdo dispozitën e fejë, na ka dhënë mësime, na ka dhënë dobi, nëse ne e shohim ato dhe i qasim atyre me mendje të shëndosh, me logjik të shëndosh, me arsye të shëndosh, vërejmë se të gjitha këto dispozitat të Allahu te bareke ve taala në vete ngërthejnë vlera, në vete ngërthejnë mirësi, në vete ngërthejnë mirësi për të cilat Allahu te bareke ve taala na ka garantuar. Nëse i shohim, nëse i qasemi kushteve të Islamit, nëse i qasemi shtyllave të Islamit, shohim se Allahu te bareke ve taala këtë fe e ka ngritur mbi 5 shtylla. Shohim se Allahu te bareke ve taala përmes këtyre shtyllave të Islamit, përmes këtyre dispozitave, përveç se i ka bërë obligim për robërit e tij, ai përmes këtyre shtyllave ka dashur që të na edukoj, që të na mësoj që nga këto shtylla, nga këto dispozita, ne të nxjerrim përfitime. Në momentin kur dëshmojmë se nuk ka zot tjetër të adhuruar pas Allahut te bareke ve taala, ne tërqenjen tonë ja dorëzojmë vetëm atij. Tërqenjen tonë ja dorëzojmë Allahut te bareke ve taala. Në momentin që ne e shprehim robërinë për Allahun te bareke ve taala, ne lirohemi nga çdo robëri tjetër pas robërisë së Allahut te bareke ve taala. Robëri kjo e cila na bën me qenë krenar, robëri kjo e cila na jep privilegje, na jep të mira në këtë botë, para se të na jep të mira në botën tjetër. Për arsye se nuk ka më krenari, nuk ka më privilegj se sa të jesh i nështruar vetëm ndaj Allahut te bareke ve taala, dhe mos të jesh i nështruar ndaj ndokujt tjetër. Pastaj, në momentin kur ne dëshmojmë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguari i tij, në këtë moment ne dëshmojmë se modeli ynë, frymëzimi ynë për ne, për jetën tonë, është pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Andaj, nga ai i marrim mësimet më të mira, nga ai i marrim udhëzimet më të mira, nga ai i marrim këshillat më të mira. Dhe Allahu te bareke ve taala në librin e tij thotë: "Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana." Ju e kishit shembullin më të mirë në të dërguarin e Allahut te bareke ve taala. Nëse ne e marrim për shembull pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, nëse e marrim për model pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ai na mjafton si model ndaj çdo modeli tjetër. Na mjafton si udhëzim, si mirësi ndaj çdo mirësie tjetër, ndaj çdo pretendimi tjetër. Dhe kjo është ajo të cilën Allahu te bareke ve taala e don dhe urdhëron për robërit e tij. Në momentin që ne e falemi namazin, ne lidhemi me Allahun te bareke ve taala. Me këtë lidhje ne e edukojmë veten tonë, me këtë lidhje ne e edukojmë shpirtin tonë, për arsye se ne i bim në ruku, i bim në sejdë dhe i nënshtrohemi vetëm Allahut te bareke ve taala. Pastaj ne i lutemi vetëm atij te bareke ve taala. Pastaj brengat tona, problemet tona ja tregojmë vetëm atij dhe tek ai shpresojmë që ai do të na zgjidh problemet tona, ai do të na zgjidh hallat tona dhe mërzit tona. Prandaj lidhja me Allahun, namazi është lidhja më e fuqishme mes robit dhe Allahut te bareke ve taala.
inna as-salata tanha 'anil fahsha, vërtet namazi largon nga veprat, nga punët e këqija. Pra në momentet që ne i nështrohemi Allahu te bareke ve taala, me automatizëm largohemi nga punët dhe veprat e këqija me të cilat Allahu nuk është i kënaqur me to. Në momentin që ne e japim zakatin ton, i bindemi Allahu te bareke ve taala që ne duhet ta pastrojmë pasurinë ton, atëherë në këtë moment e shprehim bindjen ton ndaj Allahut te bareke ve taala. Pastaj kjo na bën që ne të jemi solidar me të tjerët, që ne të gjendemi në ndihmë të të tjerëve. Pra kjo është edukata të cilën na e jep zakati. Në momentin që ne e agjërojmë Ramazan, ne i nështrohemi Allahut te bareke ve taala dhe pas kësaj ne bashkë ndjejmë me ata të cilët nuk kanë të hanë gjatë tërë vitit. Kjo në bën që ne të jemi më tolerant, që ne të jemi më të edukuar, që ne të jemi më të afruar tek Allahu te bareke ve taala. Në momentin që ne e kryejm haxhin, e bëjmë haxhin për Allahun te bareke ve taala, nga kjo dispozitë e Allahut edukohemi dhe marrim mësime të shumta. Në momentin që ne dalim e kryejm haxhin dhe veshim ihramin, ky moment nëj tregon fillimisht ditën e gjykimit dhe barazin të cilën do ta kem në ditën e gjykimit, dhe askush nuk do të jetë më i mirë tek Allahu përveç se me punët dhe veprat e tija. Të gjithë njerëzit do të jenë të barabartë. Kjo është mësimi më madhështor të cilin na e sjell haxhi. Pastaj haxhi aludon në bashkimin e muslimanëve, aludon në bashkimin e umetit, dhe ky është njëri nga mësimet të cilat e përfitojmë nga kryerja e haxhit. Pra, feja e Allahut te bareke ve taala, e tëra është mirësi, e tëra është tolerancë, e tëra është dashuri për Allahun te bareke ve taala, dhe kjo tolerancë, kjo dashuri, kjo mirësi duhet të reflektoj edhe në mesin e besimtarëve, dhe kjo duhet të na shoqëroj në jetën tonë, që ne ta përmirësojmë veten tonë fillimisht, pastaj të përmirësojmë ata ndaj të cilëve kemi përgjegjësi, dhe kështu arrin përmirësimi i umetit në përgjithësi. E lutim Allahun te bareke ve taala që të na bëjë për atyre të cilët janë të kënaqur me fenë e tij, për atyre të cilët përfitojnë nga mësimet e fesë së tij, për atyre të cilët përfitojnë nga dobitë të cilat i sjell Allahu te bareke ve taala edhe në momentin kur ai bën obligim diçka nga obligimet të cilat i ka përcaktuar për besimtarët. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha al-azim li wa lakum wa li sa'iril mu'minina min kulli dhanb fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.